Edhe i që asgje mos të bet, mjafton që me atë në ndimoni, në jipni kurajo, unë flasë në emër të mamas time. Kam 12 vjetë që e mbaj këtu, se kam babaj. E kam bajt, kam lënë fëmijët në Gramsh, edhe kam 12 vjetë që mbaj maman time. Më shumë punoja këtu, se sa punoja për fëmijët e mi. I kam qërë në shkollë fëmijët. Ajo është 82 vjeqe. Të them për atë ditë, sa dola jashtë në shtëpia ku shikohën pjesa për jashtë atë ditën e zjarrit, shtë shikonje, si që janë këto kongjillat këtu, binin. Po tymi dhe zjarri ishte në Kullollas. Dola pasaj, i ka deri te kodra lartë shtëpisë time, sa më shumë afroshja lartë kodrës, nuk mbushja do të me frymaks asfiksoshja. Pasaj me vrap, erdha poshtë, mora maman time për krau, i thash hajtë se do ikin, se unë s'kisha, se unë jam... Si mor 80 vjeqë, si arritet ata? E prura deri aty, zvare. Na një metro, aja thoshte qëndrojmë këtu, thashun mama, thashun si këtu dhe aty njësoj është. Te pjesa aty, te kodra, ishin shtjellë gjithë dhe shikonin. Edhe unë ju thash, o burra, ikni, thashun, fikni atë zjarin atje mbledh, se po u fik atje në Blez, thashun nuk vjen zjarri këte. Do me thënë këtu që e vetëm ky defekt, tishte fikur zjarri në Kullollas dhe në Blez, fshati jonë si shte djegur fare. As si shte cënitur fare. Po ta dëgjoj kryeministri këtë, do me thënë që ekziston dhe mundësia po të në origjinë. Mundësia po të ishte fikur zjarri në Kullollas dhe në Blez, nuk e pa do dëme. do pikësh. Për shembull, këtu, kjo është këto shtëpi që kanë qëndruar këtu, dalen një qik juve. Këto shtëpi që kanë shpëtuar këtu, kanë shpëtuar vetëm nga avionat. Mos të thot asnjeri se e shpëtova unë, e shpëtove ti. Gjitha. Të gjitha shtëpit që qëndrojnë këta se do ishin për si puna ine, si puna saj, të gjithë kanë shpëtuar nga avionat. E mos thot asnjeri që i shpëtova vetë me qa t'i shpëtonte? Tu s'kishte ujë për t'pirë, jo t'i shpëtonin avionat. Ato vetë, ta shpëtoja unë ose ta shpëtonte një tjetër. Po t'ishtin ngrit avionat më herët. Po atere, kjo mundësi është. Kjo mundësi është. Prandaj, të them, tek shtëpia më ka ikur pasuria dhe mundi dhe djersa e 3 brezave. Pra t'u shkrungu dhe t'u shtëpia. Do me thënë me zdrygtari, me shtëpi të re, me si llogaritën kasollat dhe ato si llogarit njeri si kanë laps fare kasollat. Me bagtimu do gjën brenda. Sa bagti do? Aty 6 kisha, kurse tjerat i kisha në mal me kopene e këtij zotrisë. Që kështu ati është bërë e kam shpinë buz rrugës. Vetëm ta shikosh e të shikosh, se qa si përfaqe e qarë katastrofe është. Sa të mbaroj me misionin të shkojmë të shtëpitë tuaja që mi keni treguar, që ti dokumentojmë që kur ju flisni, unë të publikoj pamjet, dhe kemi korrekt me... Dhe të dyja herët, si herën e parë nga Ministria në policia që u bë në ato verifikimet, jemi shumë të kënaqur, i kanë matur cep dhe mcep. Pra matit janë bërë drejt. Matjet janë bërë cep dhe mcep. Urojmë që edhe dëmshpërblimit bëhet... Edhe herën e dytë, po ashtu që erdhin nga bashkia, dhe ate janë bërë mirë se si kemi shënuar ne. Nga një arromim, një... Po të gjitha janë shënuar. Tani, vetëm kaq që mos... Unë s'kam ku të fle, sot. Erdha sot në Kovicë. Jo, po erdha në Kovicë, ku të fle unë sot? O më zot, dalen qikëm zot. Kam një moj shtet. Tani mos ta zgjasim shumë se janë... Unë s'kam ku fle. Ku do fle sot? Fukarallek llafet e shumta. Ne tani i kërkojmë qeverisë të na ndihmojnë Po jo, nuk e ke thash. me këtë tragjedi që kemi kaluar. I lutemi shumë më përpara të ndihmojnë këta që s'kan ku të futen, pasaj avash atyre dëmve tjera se ne nuk se të ikin. Mamaja ime për shembull më mirë që të ikun gropt se sa ikun nga shtëpia në këtë gjendje. Në këtë moshë. Edhe në kohën e luftës thot, mbulomim kokën dhe futshim strehuam në mal. Prandaj nuk
Se të lidhem me fjalët, Ngjelja sfera dhe gjithë gjë. mos ta zgjasim më shumë, duam ndim. Kaq, asin gjem tepër. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.